Shtëpia që dukej e qetë. Kur u martova me Arbenin, mendoja se po filloja një jetë të re, të thjeshtë dhe të ndershme. Nuk ëndërroja luks, as vila apo makina të shtrenjta. Mjaftonte një shtëpi e vogël, një burr që më respektonte dhe qetësi. Për një kohë, gjithçka dukej se po shkonte pikërisht ashtu. Jetonim në një apartament modest në periferit e qytetit. Unë punoja si ekonomiste në një kompani ndërtimi, ndërsa Arbeni kishte një dyqan të vogël pjesë shkëmbimi. Nuk ishim të pasur, por nuk na mungonte asgjë. Të paktën kështu mendoja. Problemi filloi ditën që vjehra ime, zonja Fatmira, u shpërngul të jetonte me ne. Fillimisht u ndjeva keq për të. Kishte mbetur e vetme pas vdekjes së burrit dhe shtëpia e saj në fshat ishte e vjetër, e ftohtë dhe larg gjithçkaje. Arbeni më foli me zë të butë atë mbrëmje. Është vetëm për pak kohë, më tha. Sa të rregullojmë diçka për të. Unë pranova. Çfarë nusje do të refuzonte nënën e burrit? Në javët e para, gjithçka ishte normale. Fatmira duke grua e qetë, madje e përkushtuar. Zgjoheshte herët, pastronte, gatuante. Kur kthehesha nga puna, shtëpia ishte gjithmonë në rregull dhe ushqimi gati. Më falënderonte me buzëqeshje dhe më quante bi. Por pas pak kohe fillova të ndjeja diçka që nuk shpjegohej lehtë. Shenjat e para. Fillimisht ishin gjëra të vogla. Shumë të vogla për t'u marrë seriozisht. Një ditë, kur u ktheva nga puna, gjeta dollapin tim të rrobave të hapur. Rrobat ishin të palosura ndryshe nga si lija unë. Mendova se ndoshta kisha qenë e shpërqendruar në mëngjes. Një herë tjetër, pash se disa dokumente të mia të punës nuk ishin aty ku i mbaja gjithmonë. Ishin zhvendosur, por asgjë nuk mungonte. Ndoshta i kam lëvizur vetë, i thash vetes. Por ndjenja nuk më linte të qetë. Fatmira filloi të më bënte pyetje të çuditshme. Sa paguhesh saktësisht? A i merr ti parat në dorë apo në bank? Shefi yt është burr apo grua? Fillimisht qesha. Më dukej si kurreshtje e zakonshme e një gruaje të moshuar, por pyetjet vazhdonin dhe bëheshin gjithnjë më të detajuara. Një mbrëmje ndërsa po hanim darkë, ajo tha papritur. Ti nuk dukesh e lodhur për dikë që punon gjithë ditën. Fjala më ngeli në fyt. Çfarë do të thuash, e pyeta. Ajo buzëqeshi lehtë. Asgjë, bi. Thjesht po them. Arbeni nuk reagoi. Vazhdonte të hante, sikur të mos kishte dëgjuar asgjë. Kur fillova të dyshoj seriozisht. Një të premte, u ktheva nga puna më herët se zakonisht. Kisha dhimbje koke dhe vendosa të marr gjysmë ditë pushim. Nuk i thash askujt. Doja thjesht të pushoja. Kur hapa derën u ndala. Shtëpia ishte krejtësisht e heshtur, por jo si zakonisht. Nuk dëgjohej zhurma e televizorit, as zëri i Fatmirës që zakonisht fliste me veten ose me fqinjet në telefon. Hyra ngadalë. Dera e dhomës së gjumit ishte gjysmë e hapur. Aty dëgjova zëra. Zëri i vjehrës sime dhe zëri i dikujt tjetër. U afrova pa bërë zhurmë. Zemra më rrihte fort. Nuk dija pse, por instinkti më tha të mos flisja. Mos u shqetëso, po thoshte Fatmira me zë të ulët. Ajo nuk dyshon për asgjë. Gjunjët më dridheshin. Çdo gjë është nën kontroll, vazhdoi ajo. Sa kohë që shkon në punë çdo ditë. Ne kemi gjithë kohën që na duhet. Ne, para se të mund të dëgjoja më shumë, dëgjova hapa drejt derës. U tërhoqa shpejt dhe u futa në banjë, duke u shtirur sikur sapo kisha hyrë në shtëpi. U ktheve herët, më pyeti Fatmira disa sekonda më vonë, me zë të qetë tepër të qetë. Po nuk u ndjeva mirë, i thash. Ajo më pa drejt në sy për një moment të gjatë. Sytë e saj nuk ishin më ata të gruas së butë që njihja. Ishin të ftohtë. Llogaritës. Pushimi është i rëndësishëm, tha. Sidomos kur njeriu nuk e di çfarë pret. Atë natë nuk fjeta. Frika që nuk guxoja ta thosha. Nuk i tregova Arbenit. Jo sepse nuk i besoja, por sepse kisha frikë se mos nuk do të më besonte. Ishte nëna e tij, gruaja që e kishte rritur. Si mund t'i thoja se diçka nuk shkonte, por çdo ditë që kalonte, gjërat bëheshin më të çuditshme. Fatmira filloi të kontrollonte oraret e mia. E dinte saktësisht kur ikja dhe kur kthehesha. Nëse vonohesha edhe 10 minuta, më pyeste pse. Fillova të ndjehesha e huaj në shtëpinë time. Një mëngjes, para se të ikja në punë, ajo më tha me një buzëqeshje të lehtë. Mos u shqetëso për asgjë. Unë kujdesem për gjithçka këtu. Në atë moment e kuptova. Problemi nuk ishte çfarë shihja.
Problemi ishte çfarë nuk shihja, dhe ajo që vjehra ime bënte kur unë isha në punë, sapo kishte filluar të zbulohej. Gjurmët që nuk mund t'i injoroja më. Që nga ajo ditë fillova të jetoj me një ndjesi të përhershme ankthi. Çdo mëngjes që dilja nga shtëpia për të shkuar në punë, kisha ndjesinë se po lija pas diçka të pambrojtur jo shtëpinë, por veten time. Fillova të vëzhgoj, jo hapur, jo me pyetje, thjesht duke parë, duke dëgjuar, duke mbajtur mend çdo detaj të vogël. Fatmira nuk ishte më thjesht vjehra ime. Ishte dikush tjetër, dikush që dinte të fshihte shumë mirë fytyrën e vërtet. Shtëpia që ndryshonte kur unë largohesha. Një gjë më ra shpejt në sy, shtëpia nuk dukej më e njëjtë kur kthehesha nga puna. Divani lëvizur pak, perdet të hapura ndryshe. Aroma në ajër, jo parfumi im, as sapuni që përdorja. Një ditë gjeta një filxhan kafeje në lavaman. Unë nuk pija kafe në shtëpi. Arbeni ishte në dyqan gjithë ditën. Fatmira më kishte thënë se mjeku ja kishte ndaluar kafen. Kush e piu këtë, e pyeta me zësa më normal. Ajo ngriti supet. Ndoshta e kam bërë për vete dhe se mbaj mend. Por sytë e saj shmangën të mit. Telefonatat misterioze. Telefonatat ishin pjesa më shqetësuese. Çdo ditë, rreth orës 11:30, telefoni i shtëpisë binte. Kur isha aty, Fatmira nuk përgjigjej kur. Thoshte se ishin reklama ose numra të gabuar. Por një të shtunë, kur po bëja si kur flia pas dite, e dëgjova. Po, erdhi në punë po, si zakonisht jo, nuk dyshon. U ula në shtrat, pa marrë frym. Jo, Arbeni nuk di gjë, vazhdoi ajo. Është më mirë kështu. Dora më dridhej. Doja të dilja dhe ta përballja. Por diçka më ndaloi. Një zë i brendshëm më tha, jo ende. Duhet të dish gjithçka. Vendimi që ndryshoi gjithçka. Të hënën pasuese, mora një vendim që nuk do ta kisha menduar kur më parë. Vendosa të mos shkoja në punë. I thash shefit se nuk ndihesha mirë dhe mora leje. U vesha, mora çantën, dola nga shtëpia si çdo ditë dhe u ktheva pas 20 minutash. Hyra shumë qetë. Chelsea nuk bëri zhurmë. Dhe atëherë e pash. Një palë këpucë burrash pranë derës. Nuk ishin të Arbenit. Gjaku mu ngrirë. I huaj në shtëpinë time. Zërat vinin nga kuzhina. Duhet të jemi më të kujdesshëm, po thoshte një burr. Ajo është e zgjuar, u përgjigj Fatmira. Por s'ka prova. U afrova ngadalë dhe hodha një sy. Një burr rreth të 50-tave, i veshur thjesht, po pinte kafe në tryezën time. Qeshte. Duke i rehat, sikur ajo shtëpi të ishte e tij. Sa kohë do të vazhdoj kjo, pyeti ai. Derisa gjithçka të jetë gati, tha Fatmira. Pastaj ajo nuk do të ketë më asgjë. Më ra errësira para syve. E vërteta që më shkatërroi qetësinë. U tërhoqa pa zhurmë dhe dola nga shtëpia. Nuk dija çfarë të bëja. U ula në një stol në park dhe qava sikur më parë. Vjehra ime nuk ishte thjesht një grua e vetmuar. Ajo po planifikonte diçka. Dhe unë isha në qendër të saj. Por pyetja më e madhe ishte kjo. Kush ishte ai burr? Dhe pse flisnin për mua sikur të isha një pengesë që duhej zhdukur? Kur u ktheva në shtëpi në mbrëmje, Fatmira më priti me buzëqeshje. Si shkoi puna sot, më pyeti. E pash drejt në sy dhe kuptova diçka të frikshme. Ajo e dinte që unë kisha qenë aty. Dhe loja sapo kishte hyrë në fazën më të rrezikshme. Kur kuptova se nuk isha thjesht viktimë. Ajo mbrëmje ishte ndryshe nga të tjerat. Shtëpia duke e qetë, por ishte ajo qetësi që vjen para stuhis. Arbeni u kthye më vonë se zakonisht nga dyqani. U ankua për lodhjen, hëngri shpejt dhe u fut në dhomën e gjumit pa më parë në sy. Diçka nuk shkonte. Jo vetëm me nënën e tij, por edhe me të. Fatmira sillej sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Gatuante, pastronte, më pyeste nëse doja çaj. Por sytë e saj, ata sy nuk më hiqeshin nga mendja. Më ndiqnin kudo. Çdo lëvizje timen. Atë natë vendosa, nuk do të prisja më. Biseda që më hoqi çdo iluzion. Rreth mesnatës u shtira sikur flija. Arbeni gërhiste lehtë. Dera e dhomës u hap ngadalë. Dëgjova hapat e Fatmirës që shkonin drejt sallonit. U ngrita me kujdes dhe u afrova. Nuk mund të vazhdojmë kështu, po thoshte zëri i burrit. Durim, u përgjigja ajo. Gjithçka është gati. Dokumentet, dëshmit edhe Arbeni. Zemra mundal. Ai është në anën ton, pyeti burri. Është djali im, tha ajo ftohtë. E di këtë zgjedh.
Lotët më mbushën syt. Arbeni e dinte. Ose më keq ishte pjesë e planit. Plani i tyre i vërtet. Nga ajo që dëgjova atë natë, gjithçka u bë e qartë. Apartamenti ku jetonim ishte bler pjesërisht me paratë e mia. Kredia ishte në emrin tim, por dokumentet ishin manipuluar. Fatmira kishte sjell një këshilltar ligjor, burrin që pash në shtëpi. Ishte një i afërm i largët me precedent mashtrimi. Plani ishte i thjeshtë dhe i tmerrshëm. Të më nxirrnin emocionalisht të paqëndrueshme, të krijonin prova se unë isha e papërshtatshme, dhe pastaj të më largonin nga shtëpia dhe nga martesa, pa asgjë. Ajo do të largohet vetë, tha Fatmira, ose do ta ndihmojmë pak. Në atë moment kuptova diçka që më ndryshoi përjetë. Nuk isha thjesht nuse, isha pengesë. Momentet kur fillova të luftoj, të nesërmen u solla ndryshe, buzëqesha më shumë, fola më pak. Fillova të regjistroj gjithçka në telefon. Zëra, biseda, orare. Bëra foto të dokumenteve që gjeja. Fola fshehurazi me një avokate, shoqe e vjetër nga universiteti. Ajo më tha vetëm një fjali. Mos u përball. Jo ende. Ata mendojnë se ti nuk di asgjë. Kjo është arma jote. Dhe për herë të parë pas javësh nuk u ndjeva e dobët. Përballja me Arbenin. Një mbrëmje kur Fatmira ishte te fqinja, e pyeta drejtë në sy. Apo më fsheh diçka? Ai u ngrir. Pse e thua këtë? Sepse nuk më shikon më si grua, i thash. Më shikon si problem. Ai u uli kokën. Nuk e kupton, murmuriti. Është nëna ime. Po unë, i thash. Kush jam unë për ty? Nuk mora përgjigje. Dhe ajo heshtje më tregoi gjithçka. Fundi një iluzioni dhe fillimi i diçkaje tjetër. Atë natë mora valigjen time. Jo për t'u larguar. Jo ende. E mora që ata të mendonin se po fitojnë. Sepse nga njëherë mënyra e vetme për të shpëtuar është i lësh armiq të besojnë se je dorëzuar. Por unë nuk isha. Dhe ajo që do të ndodhte më pas, do t'i shkatëronte për gjithmonë. Kur ata menduan se kishin fituar, valigja ime qëndronte pranë derës që në mëngjes. Nuk ishte e mbushur plot. Vetëm disa rroba, disa dokumente dhe shumë vend bosh. Vend bosh për iluzionin që doja t'u krijoja. Fatmira e pa sapo u zgjua. Po shkon diku, më pyeti me atë zërin e saj të butë të rem. Po, i thash, më duhet pak kohë. Jam e lodhur. Ajo nuk e fshehu dot buzëqeshjen. Ishte e vogël e shpejt, por e pash. Për herë të parë, ajo mendoi se kishte fituar. Ndoshta është më mirë kështu, tha. Çdo çift ka nevojë për hapësirë. Arbeni nuk tha asgjë. Vetëm qëndroi pas saj, i heshtur me syt përdhe. Ai burr që dikur më kishte premtuar se do të më mbronte gjithmonë, tani dukej si hije e vetvetes. Dola nga shtëpia pa kthyer kokën pas. Por nuk shkova larg. Plani im i fshet. U vendosa te motra ime për disa ditë. Ajo nuk më bëri shumë pyetje. Më mjaftoi një fjali. Kam nevojë të jem e fortë për pak kohë. Gjatë atyre ditëve, gjithçka që kisha mbledhur mori formë. Regjistrime zëri, mesazhe, foto dokumentesh, orë dhe data. Avokatja ime më pa drejt në sy dhe tha, nuk po flasim vetëm për divorc, po flasim për mashtrim dhe komplot. Fjala komplot më bëri të dridhem, por edhe më dha forcë. Gabimi fatal i Fatmirës. Fatmira u bë e pakujdesshme sapo u largova. Filloi të sillte burrin misterios më shpesh në shtëpi. Fqinjët i pan. Dikush foli. Dikush tjetër bëri pyetje. Dhe një prej tyre ishte shoqja ime e vjetër nga pallati. Ai burri po fle aty, më tha në telefon. Dhe po shesin disa nga sendet e tua. Aty e kuptova, ishte momenti. Kthimi që nuk e prisnin. Një pasdite u ktheva në apartament. Jo vetëm. Me vete kisha avokaten time dhe një punonjës të policisë. Dera u hap. Fatmira u zbardh në fytyrë. Ti çfarë bën këtu? Po kthehem në shtëpinë time, i thash qetë. Burri misterios u përpoq të largohej nga kuzhina, por policia ndaloi. Dokumentet tuaja, ju lutem. Arbeni doli nga dhoma, i tronditur. Çfarë po ndodh? E pash drejte në sy. E vërteta, i thash. Më në fund. Momentet e rrëzimit. Avokatja ime nxori dosjen. Kemi prova për manipulim dokumentesh, shfrytëzim dhe përpjekje për përjashtim të paligjshëm nga prona, tha me zë të qartë. Fatmira filloi të bërtiste.
Ajo po gënjen, është e paqëndrueshme. Polici u kthye nga ajo. Zonjë, çdo gjë që thoni mund të përdoret kundër jush. Për herë të parë, ajo humbi kontrollin. Arbeni u ul në karrige. I thyer. Nuk doja të shkonte kaq larg, tha. Por e le, ju përgjigja. Dhe kjo mjafton. Kur gjithçka mbaron dhe gjithçka fillon. Atë ditë Fatmira u largua nga shtëpia. Burri u shoqërua për verifikime. Dhe unë qëndrova. Jo sepse doja të shpëtoja martesën, por sepse nuk doja të ikja si viktim. Mbrëmjen e asaj dite, u ula vetëm në sallon. Shtëpia ishte e qetë. Për herë të parë, qetësi e vërtet. E kuptova diçka të rëndësishme. Jo çdo tradhti vjen nga një i huaj. Disa vijnë nga ata që u hap derën vet. Ajo që mbeti pas së vërtetës. Pas asaj dite, shtëpia nuk ishte më e njëjtë. Jo sepse mungonte zhurma e Fatmirës apo prania e Arbenit, por sepse mungonte frika. Ajri dukej më i lehtë. Muret nuk më vëzhgonin më. Arbeni u largua 2 ditë më vonë. Nuk pati dram as britma. Vetëm një bisede e shkurtër. Ndoshta një ditë do të më falësh, më tha. Ndoshta një ditë do ta fal veten që nuk pash më herët, ju përgjigja. Ai uli kokën dhe iku. Dhe me atë derë që u mbyll pas tij, u mbyll edhe një kapitull i jetës sime. Drejtësia nuk vjen shpejt, por vjen. Procesi ligjor zgjati muaj. Fatmira u përpoq të luante rolin e viktimës, të nënës së braktisur, të gruas së moshuar që nuk kuptonte gjëra juridike. Por provat flisnin vetë. Regjistrimet, dokumentet e falsifikuara, dëshmitë e fqinjëve. Burri misterios u dënua për mashtrim dhe ndërhyrje të paligjshme. Fatmira mori një dënim me kusht dhe ju ndalua të afrohej pranë meje ose pronës sime. Kur gjykatës ja lexoi vendimin, nuk ndjeva gëzim, ndjeva lehtësim, sepse drejtësia nuk është hakmarrje, është qetësi, rindërtimi i vetes. Më e vështira nuk ishte humbja e martesës, ishte rikthimi i besimit te vetja. Pyesja veten shpesh, si nuk e pash më herët, si lejova të më manipulojnë. Por një ditë, avokatja ime më tha diçka që nuk do ta harroj kurrë. Njerëzit e mirë nuk dyshojnë sepse janë të mirë, jo sepse janë të dobët. Atë ditë pushova së fajsuari veten. Fillova terapin. Ndryshova orarin e punës. U mora me vrap çdo mëngjes. Mësova të rri vetëm pa u ndjerë e vetmuar. Takimi që mbylli plagën. Muaj më vonë e pash Fatmirën rastësisht në rrugë. Ishte e përkulur, më e vogël se sa e mbaja mend. Më pa, por nuk foli. Asun. Nuk kishte më asgjë për t'u thënë. Disa njerëz nuk vinë në jetën tonë për të qëndruar. Vinë për të na mësuar kufi. Një fund i heshtur, por i fortë. Sot jetoj ende në atë apartament, por tani është vërtet shtëpia ime. Çdo mëngjes hap dritare dhe marr frymë thellë. Nuk pyes më se çfarë bën dikush pas shpinës sime, sepse kam mësuar të dëgjoj veten. Dhe nëse do të më pyesnin sot, po sikur të ktheheshe pas në kohë, do të thosha vetëm kaq. Do të besoja më pak fjalë dhe më shumë ndjesi, sepse ndonjëherë instinkti është i vetmi mik që nuk të tradhton kurrë.